Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale ka publikuar një videokartolin urimi për festat e fundvitit nga stafi i Spitalit Universitar Obstetrik Gjinekologjik Koço Gliozheni, duke shënuar edhe një moment historik. Soreja, e cila feston 1 vjetorin, është bebja e parë e lindur në një spital publik përmes fekondimit in vitro. Soreja është fëmia i parë i realizuar përmes fekondimit in vitro në strukturat publike. Është dhurata e bukur që ne mund t'i bëjmë shumë çifteve shqiptar që kanë vite që dëshirojnë një fëmijë. Kjo është princeshë Soreja, që unë jam e lumtur, fal tyre doktorëve, ka ishte mrekullueshëm, unë jam falënderuese. Gjatë vitit 2025, në këtë spital kanë ardhur në jetë 3767 bebe, ndërkohë që është hapur edhe qendra mjekësore për riprodhim të asistuar. Po ashtu, spitali ka fituar statusin e autonomisë menaxheriale spitalore, duke forcuar më tej kapacitetet dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara për qytetarët.